Unë besoj se gjykata mund ta përdorë këto, po nuk ka arsye ta përdorë. Se ta procesi vetëm në përfundim e thuje, përfundim e sipër. Hajde ndoshta më herët ku ka qenë rasti i zotit Kadri Veseli dhe imi, ka mund të shojnë gjykata apo që gjoja mos po ndikojmë në për dëshmitar apo mos po plotsëm ndikojmë me qytetarët që morin pjesë ka mund të jetë justifikim. Po tash nuk ka justifikim për shkak të mosës që do të bërë pjesë në varrimin e nesërme. Kështu që unë kjo gjykatë, po them sinqerisht, është gjykatë shumë e poshtër, është një gjykatë e rastësishme e cila nuk përfill të drejtat e të burgosërve. Arsyeja ku them se këtu nuk merr vendim drejtoria e burgut apo administrata e burgut për menaxhimin e vetë. Mu kompaniu ka marrë vendim kryetari i çupit gjykus, i cili më ka liru mua dhe Katrinë në atë kohë për kemi marrë të mas 2 ditë që më ka vdek baba, se nuk ka marrë mas 2 ditë që më ka vdek baba. Baba në ka marrë ditën e shtune, unë ka marrë ditën e orën. Pashtu ka ndodhur njëjtë edhe me zotin Kadri Veseli, mas 2 ditë që është varros baboi Kadri Veselit, ushtar në familje. Dhe për sa i përket vizitës, edhe nëse vjen zoti thotë që mas 2 ditë ai do të ketë vëllezërit e vet mund të shef, edhe motrat, familjen e kush bashkëshortën dhe djalin. Edhe nuk. Çfarë kufizimesh vendosin pra? Çfarë kufizimesh ju vendosin këtë rast? Çfarë kufizimesh ju kanë vendosur ju dhe a besoni se të njëjtat do të barten atë zoti Thaçi? Unë besoj se kanë qenë kufizimet e njëjta. Nuk jem të flasim me qytetarë që janë ato në pritje apo në përcjellje, siç e kemi një zakonisht shqiptarët, nuk do të ketë të drejtë, nuk do të ketë të drejtë takohet me njerëzit që janë ato, ai do të ketë të drejtë takohet vetëm me familjen e ngushtë, me nonën, bashkëshortën, djalin edhe vëllezërit e vet, edhe mund ta çego. Asnjë tjetër nuk lejohet që të hyjnë mbrana. Mund të lejuar atë dikun kur ka përfunduar vizita ime në familje, ka në ora 5:20, nuk ka rroj kur, mu ka zhdojnë të kur 15 metra e lartësit për shëndeta me njerëzit që kanë qenë fare fisin në pritje, mu ka dosht për 15 metra me ta bisedoj edhe ju më ofër, edhe kam posë grimin 1 metra ofërmeje kanë qenë, do të 5 veta kanë qenë ofërmeje që mos të milion të jazgoti durin dikuj, apo të bot dikush fotografi, është ndalume edhe me telefon fotografon dikush në nëngjërë sa tu ku ju në pritje musafir. Shtu që janë kufizimet me rrugë, për për me sinceritetin më të madhë. Kjo është diçka jashtë pana norma, advokati e dinë shumë mirë, jo të mosa që merren pa nevojë, pa të arsyeshme, se ne nuk ikum pi venit tonë. Ne kemi votuar gjykatën, u shpranuar ky gjykatë dhe si tha advokati do të thosh shku vullnetar. Nuk e kanë marrë me dhunë që ta çojnë në qendër parapagimit të Hag, as mu, as Nasimin, pas asnjë tjetër. Kështu që këto mosa që i bëjmë ta më shumë i bëjmë këto mosa me bu. Film me thonë se ne po bëjmë diçka me arsye vetën. Me gjithë kështë turpi maj molli, që nëse nuk lejohet që të thotë që nëse që të vjen në varrim të baba i vetë, pak të takojnë normalisht telefonit, që thashtë më herët, ta vendos një lutje mbi varrin e babës vetë. Kjo është një turp maj molli që ndodh në historinë. Po i them sinqerisht, unë kam bërë prokurorën, unë e di rastin e zotit Haradina në atë kohë për vllahun vetë kur ka ardhur Ramush Haradini dhe Dauti kanë qenë pjesë në varrimin e vllahut tyre. E di shumë njerëz që kanë qenë bolla në atë kohë kur ka ardhur për vajzën e vet ka ardhur në varrim dhe s'ka pas probleme. Dhe kjo gjykatë nuk e di ku i merr ky ligje, ka vendosur ky ligje që të ne na çugon të drejtën tonë që mos morrim pjesë paktën familjet tona, që kemi zakon. Guxati, faleminderit shumë për kohën që gjetët lidhur së drejtë për drejtën e. Faleminderit juve, respekt shumë.